Muslimanët e veçën prezanton. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Muslimanët e vegjël, jemi prapë bashkë me programin tonë të dashur, Makina e Kohës. Programi i cili na kthen mbrapa në kohë, që çojmë historitë të parëve tanë. Dhe jemi me historinë më të bukur, po me disa ngjarje pak të trishta momentalisht, sepse po shohim torturat që Mekasit, kurejshitët, idhujtarët po i bënin muslimanëve, besimtarve, dhe subhanallah, sot do të tregoj me lejen e Zotit disa nga torturat që subhanallah ishin me të vërtet mërshme. Pra, çfarë ju bënin ata besimtarve vetëm që ta linin fenë e Allahut. Ju pata treguar se kryesisht pasuesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishin pikërisht të doptit, të varfrit. Dhe Mekasit e kishin shumë kollaj që ata t'i torturonin, të silleshin keq, t'i bënin trysni, t'i bënin presion, t'i ndëshkonin. Dhe madje, për këtë gjë kujdeseshin vetë farefiset e tyre, pra çdo fis kujdesej që të ndëshkonte vetë atë të afërmin e tij. Pra nuk kishte nevojë që një fis, dikush nga një fis tjetër, të sillej keq apo të keq trajtonte personin një fisit tjetër. Jo, kushërit e vet, silleshin keq me kushërin e tyre që ishte bërë besimtar. Kjo me atë pretendimin e tyre se feja Muhamedit ka ndarë babaj nga biri, vllai nga vllai, kushëri nga kushëri, ishin këta që u ndan, sapo ato u bën musliman dhe besimtar. Dhe problemi ishte se ata cilët s'kishin të afërm, që ishin, po themi, kishin ardhur nga një vend tjetër, e kishin edhe më të vështirë sepse po hasin apo po torturoshin edhe më shumë, pra sulmet ishin edhe më të mëdha ndaj tyre. Kur Ebu Xehli shihte se mos ndonjëri nga aristokratët apo të pasurit e Mekës po donte, si thon, t'i afrojë Muhamedit, shkonte dhe e kërcënonte atë ekonomikisht, sepse Ebu Xehli ka qenë nga më të pasurit e tyre, dhe ai kishte, si thon, dominim në tregti, e shkonte atij. Në gjë, bone prov, u bone musliman. Bone prov, e ndoqe fenë e Muhamedit, a di çfarë gjen? Do i them të gjithë tregtarëve që mos bëjnë tregti me ty, të ngelesh i varfër. E pastaj ke për të pati se çfarë do të bëjmë neve ty. Do të bëjmë këtë, do të bëjmë këtë, do të bëjmë këtë. Pra i bënte presion ekonomik, i bënte presion edhe moral, psiqik, që kujdesni fjalë, duke lënë fenë e parëve tu e tërhiqesh një pjesë. Për shkak të këtij faraonit, Ebu Xehlit. Të pasurit i kërcënonte, ndërsa të varfrit i rrifte vetë. Tregojmë disa nga torturat, subhanallahu. Ju kërkoj ndjes nëse, si thonë, do t'ju duken vështira, madje do ja këshilloj nëse nuk i duroni dot më mirë, mos e ndiq këtë pjesë, shif pjesën tjetër. Ama do ju tregoj një fjalë të dhimbje që kanë hequr ata për të duruar fenë e Zotit. Pra për duruar për fenë e Zotit, që ta mbanin atë. Ka qenë Osmani, një nga besimtarët e parë, që xhaxhaive ç'a bonte, e lidhte dhe poshtë i vendoste zjarr që tymit apo flakët e zjarrit edhe ta diqin pak, po jo ta dëmtonin, po edhe njëkohësisht, si thon, të mbytin atë tymin e zjarrit. Subhanallah. Musab ibn Umeirin, vetë nëna e tij, kur u bë besimtar, e linte pa bukë. Pa bukë e linte, një ditë, 2 ditë pa bukë. I thoshte, hiq dorë nga Islami. Ky kishte 2 ditë pa bukë, si jepte bukë nëna vet. Nuk heq dorë, thoshte. Subhanallah. Mirë, vazhdoi një kohë gjatë, nuk pranoi, tha, dil për shtëpisë time, tha, s'të kam o fëmin tim. E përzuni nga shtëpia. Ka dalë për shtëpisë Musab ibn Umeiri dhe ka pas një jetë shumë të vështirë, pasi që e përzuri nëna e tij. Subhanallah. Nëna, e cila kujdeset për fëmin e saj, kishte arrit në një derexhe, në një grad që përzuri fëmin nga shtëpia vetëm që mos të bëhej musliman. Dhe tregohet Musab ibn Umeiri, që ka qenë nga djemt më të bukur të Mekës, me lëkurën më të bukur dhe të pastër nga banorët e Mekës, lëkura e tij nga vështirësitë që hasi gjatë kësaj periudhe u bë thonë si lëkurë gjarpri. Jo se diçka e keqe, po ajo lëkura e plasaritur, e nxirr ndoshta, e tharë, pse nga qëndrimi i shumt në diell, nga keq-ushqyerja, nga gjitha këto. Ama nuk hoqi dorë. Subhanallah. Qëndroi fort, ishte
edukuar nga vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që t'i bënte ballë vështirësive në jetë. Për Bilalin çat thuash. Bilali radiallahu anhu ka qenë sklav nga Abisinia, nga po themi Etiopia e sotme. Ata ishin njerëz me ngjyrë, pra ishin zezak, po me ngjyrë shumë të errët. Edhe këtë e kishin shitur sklav në Mekë. Edhe ky ishte sklavi Umejes, Umej ibn Khalaf, që tham herën e kaluar që zbriti Zoti surën Wailu likulli humezati lumaza. Umeja ka qenë dalluar nga gjithë paria Mekase bashkë me Ebu Xhehlin dhe disa të tjerë për keqtrajtimet e forta dhe të shumta që i bënin skleverve të tyre. Ç'a i bënin kur Bilali u bë musliman, dhe subhanallahu Bilali është ndër njerëzit e parë që është bërë musliman. Kur e morën vesh që është bërë musliman, të rrahurat nuk ishin sosur. Po jo vetëm kaq. E merrnin dhe e shtrinin në shkretë të tjerë, në rërën e nxehtë. Kur e them unë kështu, duket pak, ama s'ka në gjë. Besoj një pjesë për ju kanë shkuar në plazh në verë. Në pjesën e mesit të ditës e keni parasysh kur do shkosh nga çadra jote për në Bregdet. Do të kalosh atë rërën. Si është ajo rëra? Është e nxehtë, ja po kështu, me brand derisa të shkosh deri te kujti. Ti shuash ato këmbët që të kanë marrë zjarr nga rëra e nxehtë. Dhe temperaturat sa arrin në Shqipëri? 35, 36, 37 gradë Celsius. Kurse në Arabi e disa janë temperaturat fëmijë. 52, 53, 54. Prit pak, qëndroni me mua. Ti kur vrapon në plazh, në atë rërën e nxehtë që të djeg këmbët, është temperatura 35-36 gradë. Në Arabi është 52-53 gradë. Imagjino çfarë nxehtësie mund të ketë rëra atje? E merrnin Bilalin radiallahu anhu, ja hiqnin bluzën, e shtrinin për tokë, ja lidhin këmbë dhe duar dhe linin ashtu të piqej në diell. Nuk mjaftonte kaq. Subhanallah, vallai. Allahu i dhash këtyre sahabeve xhenetin më të lartë, ja Rab. Sa kanë duruar, subhanallah. Nuk mjaftonte vetëm kaq. Merrnin një gur të madh dhe ja vendosin si për gjoksit, që të asynte brinjët. E pash sa i shkonte ai Umeja i keq aty, me një statuj të vogël që i thoshte, besoj latin dhe uzën për Zotin tënd. Bilali s'kishte fuqi të fliste. Nuk kishte fuqi të thoshte, vetëm se thoshte, ashtu imagjinoni një fjalë, subhanallah, ahadun, ahad, një i vetëm, pra vetëm një Zot është, vetëm Allahu. Ai, u gjindoste, merte kam zhikun dhe e rrifte. Imagjinoni, shtrin shkëltir, në atë nxehtësinë duke ja djeg kurrizin. Kurrizat e tyre kanë qenë këtë shenjas, fëmijë dashur, subhanallah. Me atë gurin si për gjoksit ti, hande dhe kam zhikët, që të hiqte dorë nga Islami, nuk hiqte dorë. Tërkuaj fort. Subhanallah. Allahu i dhash xhenetin, ja Rab. Nuk di çfarë them më shumë për këto sahabe kaq të mrekullueshëm. Pas e talinin pa buk, ishte mësuar Bilali trinte pa buk me ditë. Ama nuk. Ebu Bekri e gjeti një ditë Bilalin të shtrirë ashtu për toke, ky që torturonte i thot, për sa ma shet. Bilali ishte gati duke ndëruar jetë. Ishte në gjendje të fundit, subhanallah. I thot ky, atëherë të merr një sklav të mirë, shkonte 2-3 monedha floriri. Këtë tha, kështu si që është i lodhur, tha që s'bë më për as i gjota, të da për 5 monedha floriri. Ebu Bekri njëti nxjerr monedat, ja tha, mere, tha. Tha, këtë ma kishe kërku për më pak të ta kisha dhonë. Umeja, për ta ullë çështjen e Bilalit, subhanallah, për me thonë që është i pavlerë ky. Dhe di që e tha Ebu Bekri, më kisha thonë edhe për 50 moneda të ta kisha ble. Ai, ngeli. Ai donte me tregu mi fjalë që më kujtohet ky s'ka vlerë, Ebu Bekri tha që ka vlerë shumë të madhe. Tha edhe 50 moneda të kisha thonë ta kisha ble. Ngeli ai, subhanallah. Kjo është besimi, kjo është dashuria për të Allahut. E mori Bilalin, i tha, je i lirë. Tashmë Bilali nuk ishte më sklav, ishte njeri i lirë. Subhanallah il-azim. O fëmijë, vallahi ndonjëherë
Allah i lartësoi sjell rrethana të tilla gjithmonë me urtësinë e tij. Dhe keni parasysh, është rregulli i Allahut në këtë botë që pas vështirësisë të sjellë lehtësimin. Ama ne kur kemi vështirësi, detyra jonë është që të bëjmë durim derisa ta kalojmë vështirësinë. Edhe kur e kalojmë vështirësinë dhe pastaj na vjen lehtësimi, çfarë duhet bëjmë? Duhet të jemi falënderues për lehtësimin apo për mirësitë që na vijnë prej Zotit të gjithësisë. Edhe Bilalit radiallahu anhu, Allahu u sprovua shumë nga mushrikët e Mekës për shkak të besimit të tij. Ai sa hoqi të gjithë të tortura, ama në fund fare Zoti e shpërbleu duke i dhënë lirinë që ai kur nuk i kishte imagjinuar. Por se Allah të shpërblen, do të marrë dhe të mira shumë të mëdha pas saj, por se inshallah me vazhdimin e historisë do ja tregoj të gjitha. Amr ibn Yasir ishte nga sklevërit e Mekës. Ai u bë musliman bashkë me dy prindrit e tij, Sumejen dhe Yasirin. Moment që zotriu i tyre, që në mos gaboj ka qenë ose Abu Xehli ose Umej ibn Khalef, morën vesh se këta janë bërë musliman dhe janë sklevër, torturat filluan, rrahje çdo ditë. Po kur unë them rrahje, është shumë e rëndë nga që imagjinojmë ne, subhanallah. Dhe ç'a bënin? I nxirrnin në shkretëtir në mëngjes, i lidhnin atje dhe i linin deri në darkët. Pa bukë dhe pa ujë. Imagjino të rish në atë nxehtësinë e diellit, i lidhur me ato duart sipër dhe këmbët poshtë, të rish aty gjatë gjithë ditës duke torturuar aty mos të heqësh dorë. Subhanallah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte i pafuqishëm me besimtarët. Kur kaloi pranë tyre i tha: "Bëni durim o familja e Asirit, shpërblimi juaj do të jetë xheneti." Bën durim ata. Yasiri ndroi jetë, vdiq nga plagët e shumta. Gruaja e tij Sumeja, nëna e Amrit, shkoi pikërisht e Abu Xehli dhe e vrau me heshtë, duke e ngulur heshtën në trupin e saj. Dhe ajo u bë shahidja e parë në fenë islame. Sepse ajo, kur ai i tha që të pranoj Latin dhe Uzën, ato idhujt e tyre për Zotin e tyre, ajo ja pështyu ato dhe ai nuk e duroi dot dhe e vrau. I keq i lig. Tani kishte mbetur vetëm Amri, i cili ishte djalosh shumë i ri. Torturat vazhdonin për të, ata ishin pa shpirt, subhanallah. Vazhdon torturat për të, derisa e detyruan atë që të thotë mirë, unë do ta besoj Latin dhe Uzën dhe e mohoj Muhamedit. Zemra e tij po pikllonte dhimbje. Ata duke qenë se ata këtë llafin e lirun, i tha hik tash ti. Ky iku gjë para që për iku me vrap ke pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke qarë po kështu me denes, tha. O i dërguar i Zotit, tha, më detyruan të them një fjalë që nuk e dua, nuk e them dot. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "O Amr, në zemrën tënde tha, ke dashuri për Zotin apo për idhujt?" Tha: "Vetëm për Allahun dhe për dërgumin e tij." Atëherë besimi yt nuk është prekur fare, e ke besimin shumë të mirë dhe shumë të rregullt. Dhe zbriti ajeti kuranor, i cili fliste për ata cilët detyrohen ta mohojnë besimin e tyre. Dikë tjetër, subhanallah, e lidhin për këmbësh dhe tërhiqnin zvarr rrugët e Mekës. Imagjinon atë rërën e nxehtë apo të, sepse janë ne imagjinojmë shkretëtirën e Mekës si një shkretëtirë e verdhë me atë rërën e imët, nuk është e tillë. Shkretëtira e Mekës është shkretëtirë e cila ka, si thon, ka shumë gur, ka copa shkëmbing ato të mprehtit. Dhe subhanallah të rrëshkasin aty, kurrizjo të bëhet copa, por se sprova, subhanallah. Pse ja tregoj gjithë këto dhimbje, fëmijë dashur? Gjithë këto skena kaq të vështira që janë të vështira për mua që i tregoj dhe imagjino sa të vështira mund të jenë për edhe juve që i dëgjoni dhe sepse jeni fëmijë. Ju ja tregoj për të treguar se sa shumë u sprovuan sahabët për fenë e tyre dhe duruan. Ata duruan. Ata u ballafaquan me vështirësitë dhe i bën ballë atyre, nuk hoqën dorë. E vërteta, rruga e drejtë shpesh herë do të hasi ty me pengesa, me vështirësi. Nuk do të thotë se të doli një vështirësi tash të heqësh dorë nga besimi jot, të heqësh dorë nga namazi jot, të heqësh dorë nga feja jote. Përkundrazi, do të bësh durim. Dhe këto sprovat që ne mund të heqim në kohët tona nuk kanë asgjë me atë që kanë hequr sahabët, me atë që ka hequr Ebu Bekri, me atë që ka hequr Bilali, me atë që ka hequr Amri dhe shumë sahabë të tjerë. Subhanallah,
Nëse nuk do të ishte për durimin e tyre, nëse do të na kishte ardhur kjo fe që e kemi dhurat edhe fal tyre. Sepse po të kishin hequr dorë ata, nëse s'do ishin musliman. Nëse s'do ishin në rrugën e drejtë. Por se ne sot elhamdulillah jemi në besim sepse ata duruan. Edhe ne duhet ta përcjellim me durim këtë fe që t'ju shkojë dhe atyre që janë pas nesh. Sepse po ishin dorë gjithë, kush do ta ruaj fenë e Zotit? Allahu ka garantuar që ruan fenë e tij. Por se ne duhet jemi pjesë e kësaj mirësie. Edhe unë, edhe ti. Allah shpërblet. Ebu Bekri radiallahu anhu bleu shumë robër dhe robëresha dhe i liroi ata. Dhe nuk kërkonte prej tyre asgjë. Subhanallah. Ai sa babajti e Ebu Kuhafe, i tha i Ebu Bekri, tha po shkatro pasurinë tate, tha. Sa mbledh në i lek, tha shko ble sklevër dhe i liron. Pra në majno një, pra bleje, le tjetë musliman, le trit në ndimojnë edhe në punë tona. Ebu Bekri, ja. Ebu Bekri, subhanallah, shiti dynjan e ti me fitu ahiretin. Besimi ti ishte në zemrën e ti. Njeriu i parë që u bë musliman. Burri i parë që u bë musliman. Ishte Ebu Bekri radiallahu anhu. Dhe ai do të jetë i parë në shumë gjëra, subhanallah. Dhe Ebu Bekri radiallahu anhu, profeti ka thonë mos foli për Ebu Bekrin keq. Se wallahi thot, subhanallah. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos më flisni keq për shokun tim, për Ebu Bekrin. Se pasha Zotin, kush ma ka bën ndonjë mirësi, unë ja kam shpërblyer në dynja. Pra profeti kishte natyrë që kur dikush i bënte mirë, ja kthente me një të mirë tjetër. Në vazhdimin e ngjarjeve do të tregoj ca ngjarje shumë të bukura në këtë pjesë. Përveç Ebu Bekrit tha. Ebu Bekrit nuk ja shpërblej dot në këtë botë. Do t'ja shpërblej Allahu në botën tjetër. Dhe dijeni se pas profetëve, njeriu i parë nga gjithë njerëzimi që ka ekzistuar ndonjëherë, njeriu i parë pas profetëve që do të shkeli në xhenet do të jetë Ebu Bekri radiallahu anhu. Po, se e meriton me të vërtetë ky njeri. Njëherë Ebu Bekri, ishte periudhë që me të vërtetë s'kishte kush guxim, edhe pse profeti kishte dalë tash më hapur duke predikuar, ama nuk dilte më pejgamberi në grup me fjalë që të fliset gjithë popullit. E bëri Ebu Bekri këtë gjë. Pra, qysh mas kohës dër Safa. U shkoi Ebu Bekri në Qabe dhe filloi t'i qortoi Mekasit për idhujtarinë e tyre. Filloi t'u flasë atyre për Islamin. U ngrit Utbe ibn Rabia dhe e goditi i pari. Dhe u çun të gjitha trimat e Mekës, e vun Ebu Bekrin radiallahu anhu për poshtë dhe fillun ta rrafin. Keni parasysh një person që rrafin në 10-20 veta, po secili prej tyre në mënyrë të pamëshirshme. Miqtë, ai shumë e kanë rraf. Ai shumë u gjakos Ebu Bekri radiallahu anhu sa nuk i dalloi më fytyra, ku ishte syri, ku ishte hunda, ku ishte. Dhe ky Utbe ibn Rabia kishte heq atë këpucën e tij dhe e godiste me këpucë, në mënyrë që ta bënte goditje poshtruese. Ngeli Ebu Bekri aty pa ndjenja fare. E marrin farefisi vet, i largojnë këta, e marrin farefisi vet e çin ke shtëpia. Në gjendje pa ndjenja. Të gjithë mendonin se ai ka ndruar jetë tash i ka vdek. Dhe farefisi vet thanë, nëse ai ka vdek, Utbe ibn Rabia do t'ia marrim hakun, gjakun në atit që për Ebu Bekrin, sepse i kishin ato ndjenjat farefisnore. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u interesua shumë për çështjen e Ebu Bekrit. Ky ngjarje ndodhi në mëngjes dhe nuk është zgjuar nga pandjesia, pra që ishte pandjenja e Ebu Bekrit, vetëm se ku? Në mbrëmje. Dhe sa u zgju gjëja e parë që tha, "Është mirë Muhamedi?" La ilaha. Subhanallah. Subhanallah. Çfarë njeriu madh ka qenë. Tashi ka ngrënë drusa, i ka rënë fikë dhe u shpërfytyrun fytyrën e tij. Dhe kur zgjohet në fjalë, gjëja e parë që i shkon në mendje është, a është mirë profeti Muhammed? Ky ishte Ebu Bekri. Ja nuk e di mi fjalë çfarë do lloj fjalësh të mëdha që të mundom ta përshkruaj është më i madh se fjalët e mia. Apo se fjalët tona kushdo që mund të kërkoj ta përshkruaj Ebu Bekrin. Zemra e tij ishte e madhe, subhanallah. Gjatë asaj periudhe sahabët mësuan durimin dhe përballen me vështirësi dhe sprovat e thirrjes. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ndaloi sahabeve që të shanin idhujt e tyre, sepse kur sahabët folin keq për idhujt e tyre, ata shanin Zotin, shanin Allahun. Dhe profeti tha mos i shani idhujt e tyre që ata mos ta shanin Allahun. Ju i qortoni idhujt e tyre në të vërtetë, sepse me të vërtetë janë të tillë. Ama ata e shanin Zotin tuaj që është i vërtetë. Edhe ju fëmijë të dashur, kur dikush ka një besim tjetër, mos ja shaj besimin atit. Mos ja shaj besimin. Sepse do të kthehet ai ty do të shaj Allahun, do të shaj Muhamedit.
Dhe ti u bërë shkak që ai ta shaj Zotin. Prandaj tregoj kujdesshëm me besimet e njerëzve të tjerë. Gjatë kësaj periudhe ata mësuan shumë gjëra, u lidhen me Kur'anin, u lidhen me namazin e natës, u lidhen me besimin e drejtë, u lidhen me njëri tjetrin me një vllazëri të sinqertë, që nuk kishte aty a çarracë është kjo apo çarracë është ai. Hante Ebu Bekri me Bilalin, edhe pse ishin raca të ndryshme me një pjatë, e do njëri tjetrin për hir të Allahut. Dhe ata u lidhen në një vllazëri që nuk ka vllazëri tjetër siç është vllazëria e sahabeve, veçanërisht si thon besimtarëve të Mekës, që më mbrapa do të quhen muhaxhirët. Tregoj edhe një histori të fundit dhe me këtë mbyll inshallah. Allahu i lartësuar një herë qortoi Muhamedit ton sallallahu alaihi wasallam. Sepse gjatë kësaj periudhe profeti alayhi salatu selam mundohej dhe si thon lodhej duke u folur, po themi atyre të pasurve, zotërinjve të Mekës, sepse e dinin që po ta pranonte njëri prej tyre Islamin, shumë njerëz e pasonin nga pas. Dhe një ditë teksa po u fliste Paris për këtyre njerëzve me pozit, i vjen dikush nga mrapa, i thot: "O Muhammed, du të dëgjoj ty për fen tënde." Ama profeti po fliste me ata, ky erdhi dhe ndërpreu. Pejgamberi siç ishte, si thon, i shtramoi pak fytyrën, e pa, nuk i tha asgjë dhe vazhdoi të fliste prapa atyre. Në atë moment i vjen Xhibrili a.s. I zbret surën Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Surja Abasa, ku Allahu i lartësuar e qorton Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Ky personi që ishte nga mbrapa ishte njëri i verbër, i cili ishte Abdullah ibn Umi Mektumi. Subhanallah. Nga mbrapa ky do të bëhet muezini i profetit. Profeti pasi që Allahu i lartësuar e qortoi, shkoi me të shpejt pranë tij edhe i foli për Islamin dhe ai u bë musliman. Dhe pas kësaj here pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk u kthye as ashpër, as nuk u, pra kur dikush vinte dhe thoshte du të dëgjoj pak, ndoshta ai mund ta kishte jo sinqerisht, pra për tu tallë ndoshta, ama pejgamberi i përkushtohej atij. Dhe surja Abese ishte argumenti më i qartë se ky Kur'an që i vjen Muhamedit nuk është shpikje e tij. Sepse po të ishte shpikje e Muhamedit, Muhamedi nuk do ta qortonte veten e vet, i thoshte vetes vet prit se ti e ke gabim. Por se duke qenë se ishte prej Allahut, Allahu e qortoi. Dhe ky qortim tregon sinqeritetin dhe pastërtinë e Muhamedit në shpalljen prej Allahut subhanahu wa taala. Bashk, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.